5 kolumbianët e arrestuara për shfrytëzim prostitucioni dhe taksisti shqiptar që akuzohet për trafikim të personave të rritur do të qëndrojnë në burg pa afat me vendim të gjykatës penale të kryeqytetit. Në seancë, shtetasit e huaja rrëfyen se kishin ardhur në Shqipëri përmes një agjencie punësimi për shkak të problemeve ekonomike. Sipas tyre, ato nuk janë tutore, por pranojnë që kanë ushtruar vetë prostitucion, duke u regjistruar në faqet e eskortave në Shqipëri, pa e ditur që vendi ynë e ndalon këtë aktivitet. Burimet bëjnë të ditur se taksisti Esmeral Sulellari, në të cilit ka dyshime se transportonte të huajat nga Rinasi në Tiranë, mohoi akuzën, duke pretenduar se ka bërë vetëm punën e tij, ndërsa pagesa e vetme që ai ka marrë në këmbim ka qenë ajo e shërbimit taksi. Bashkëpunëtore në krimin e dyshuar është edhe oficerja e komisariatit numër 4, Anisa Brahaj, që siguronte dhe pajiste me të dhëna nëse në lokalin ku vajzat punonin do të kishte apo jo kontrolle policore. Ndaj saj, gjykata e Tiranës vendosi arrest shtëpiak. Ndërkaq, të proceduara në gjendje të lirë nga prokuroria e Tiranës janë edhe 44 vajza që kanë kryer prostitucion, që paguheshin nga 200 deri në 250 euro për klient. Nga operacioni Orkidea, në total u lëshuan 11 fletareste, por në pranga përfunduan 8 persona, ndërsa koka e grupit kriminal sipas hetimeve ishte kolumbiania Gabriela Martinez, që e drejtonte aktivitetin e palishëm nga vendi i saj origjinës.